Jemi në pjesën e tretë të emisionit e Diela Vlen dhe sigurisht për ata që na përcjellin gjithmonë e din që tashmë është koha e Norës edhe e Nitës me rubrikat e tyre Influencë dhe në Flix. Ndjekim bashkë. Kosova mori pjesë për herë të parë me pavion të përbashkët me Shqipërinë në tregun e njohur Marshe du Film, në kuadër të festivalit të 78 të Cannes. Kjo prani shërbeu si platformë për prezantimin e projekteve të reja filmike nga emra si Samir Karahoda, Kaltrina Krasniqi dhe Sami Mustafa. Gazetarja e kulturës Mirjeta Baraliu pati mundësi të jetë pjesë e kësaj ngjarje, e cila ndau në një intervistë për Netflix përvojën e saj nga festivali dhe theksoi rëndësinë që kjo pjesëmarrje ka për filmin kosovar në arenën ndërkombëtare. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas. Sot kem kënaqësinë të bisedoj me një nga zërat më të njohur dhe më të respektuar të gazetarisë kulturore në Kosovë, Mirjeta Baraliu, me të cilën do të ndalemi tek përvoja e saj në festivalin e Cannes, ku do të na tregojë ndoshta për përvojën dhe çfarë pati të veçantë ky edicion, si ashtu dhe si e përçoi këtë emocion edhe tek shikuesit e radio televizionit të Kosovës. Përshëndetje Mirjeta. Përshëndetje, kënaqësi e madhe që t'jem sot këtu të bashkëbisedoj me ty për një dashuri që e kemi të përbashkët, filmin për shikuesit e televizionit tuaj. Faleminderit që pranove. Mirjeta, na e dim që në festivalin e Cannes ke qenë shumë herë, po çka pat ndryshe ky edicion edhe ndoshta cila është kënaqësia me qenë për kësi festivali prestigjioze dhe të mëdha si është festivali i Cannes? Kënaqësia është e jashtëzakonshme, është e papërshkrueshme, është një magji në vete, sidomos për njerëz cilët e duan filmin, e kultivojnë atë dhe punojnë për të. Të them drejtën, kam filluar qysh herët, kur kam qenë shumë e re, kam qenë shkollë të mesme, edhe në atë kohë këto ngjarjet prestigjioze të filmit kanë qenë një ëndër e pa arritur. Diçka që e mendon po nuk guxon ndoshta as me ëndru. Ne si vend i vogël, sa po dal nga lufta me një industri të vogël të filmit, do thotë ishte pothuajse e pamundur dhe nuk guxonim të ndronim aq lart që të ishim prezent atje. Mirë po fal dedikimit për këtë punë, dashurisë të madhe, atëherë thjesht vendosa thash dua të shkoj, edhe kjo ka qenë diku besoj shumë vite më parë kur Kosova ende nuk ka qenë shtet edhe nuk ka qenë as pak e lehtë se në kohën që na pyetnin prej cilit vend vjen, ai nga Shqipëria, ai nga Jugosllavia, unë thoya jo, unë jam prej Kosovës, mirë po aty nuk figurante. Pastaj duhemi bind, definitivisht ata duke i dërguar emisionet me pa që na jemi profesional edhe po punojmë këtë lëmi, atëherë thjesht e futën Kosovën në atë sistemin e tyre dhe Kosova u bë barabartë me shtetet e tjera të botës, si një dashamirëse dhe kultivuese e filmit. Për të përgjigjur pyetjen tënde, është një ndjesi e jashtëzakonshme, nga se Cannes është festival i listës A, do të thotë është ngjarja më prestigjioze e filmit në botë, e cila vjen më njëherë pas Venedikut dhe më pas është në rangun e Berlinales dhe të Sundance Film Festival që është në Amerikë, e që thjesht për Evropën është si çmimet e Akademisë Amerikane Oscar, niveli i njëjtë. Kështu që është ajo ndjesia e kontributit të vazhdueshëm që e jep ndër vite, se është emisioni më i gjatë i filmit edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, që nuk është ndaluar asnjëherë, tash mbi 20 vite. Dhe thjesht ajo që ja kam trasur rrugën, ju kam tregu këtyre kinezëve të Kosovës në ne që është e mundur për të shkuar në festivalet prestigjioze, nga se na kemi talent shumë të mirë. Po shohim çdo ditë që filmat e Kosovës po rrugtojnë për festivalet filmit. Dikur ndoshta ka qenë si një ëndër e largët dhe si e pa mundur, e pa arritshme, por ja që tashmë është faktike
Mirita, ti e ceke ndoshta ke qenë si një unlidhse mes publikut edhe me filmat si kombëtar edhe ashtu edhe ndërkombëtar, po para se më ndalë tek kjo, qa pati veçantë ky edicion ndoshta në edicionet të tjera që ka pas Festivali Cannes, çka e veçoi këtë edicion? Po, këtë vit e kanë karakterizuar disa ngjarje, disa dukuri, se çdo edicion i ka ato të veçanta të veta, do të thonë duke marrë parasysh që janë mediume të gjithë botës, gjithë ato media planifikohet gjithçka në detaje që të ketë një marketing të jashtëzakonshëm dhe të ketë ngjarje që ja vlen. Në natën e parë këtë vit, në edicionin e 87, ka qenë me të vërtetë një ndjesi e jashtëzakonshme për të atakuar Robert De Niron, legjendën e kinematografisë amerikane, i cili ka qenë i ftuar në deri dhe ka marrë çmimin e Palmës së Artë në derit për kontributin e tij. Domethënë në sallën kryesore, në ceremoninë e hapjes së festivalit, ai e mori këtë çmim nga Leonardo DiCaprio dhe la shumë përshtypje fjalimi që ju bë para se ai ta merrte çmimin, ku tha se po shpërblehet jo për rolet, por për impaktin, ndikimin që ka pas të gjeneratat e reja. Ne gjithë e kemi idol Robert De Niro, do thotë edhe e dim sa thjesht nga njëherë filmat na bojnë edhe me ikë për realitetit. Ne sidomos një vend i vogël që kemi pas probleme me luftën, me disa sfida tjera, atëherë filmat na kanë largu për realitetit, kështu që jemi rrit, kemi bashkëtu me këto personalitetet edhe personazhet e filmit. Këtë veçoja ka qenë gjithashtu premiera e filmit blockbuster, filmit shumë përfolur Mission Impossible me Tom Cruise-in. Ka qenë një verzion i ri punuar në IMAX, domethënë që bëri mjaft shumë bujë, mandej prezenca e aktorit. Gjithashtu njëjtit kanë qenë në preskonferencë ku gazetarët kanë pas mundësi për të shtruar pyetje, për të bashkëbiseduar, por më pas edhe ceremonia madhështore e tapetit të Koq, por edhe after partit e festivalit, po dhe evente të caktuara pas gjatë ditëve, se festivali gjatë diku 12 ditë, do thotë ka fillu me datën 13, përfundon me 24, kështu që çdo ditë ka pas premiera të veçanta, aktorë të cilët kanë tërheqë vëmendjen, thjesht ka qenë një edicion për mendimin tim ndër më të mirët, edhe këte ka ndimu edhe ai moti mirë, Mbregdetin Côte d'Azur, kështu që gjithë njerëz zakonisht shkojnë për festivale edhe për ta shiju pak vendin, atmosferën, partit, miqësinë me njerëz të Berlini është shumë i ftoftë. Sa herë shkojmë në Berlin ngrihemi. Kështu që ka shumë mirë, se është mandet edhe është magjin vete kur ishe gjithë aktor duke arë me helikopter, duke ateru atë dhe e ke mundësin mandej edhe në qytet me taku duke hyj ose duke dal nga thjesht hotelet ose nga ahengjet ose eventet që ata kanë qenë të planifikuar për të shkuar. Ka qenë edhe Angelina Jolie, besoj që ju intereson edhe ajo, edhe pse nuk ka qenë ngarë me ndonjë film, ka qenë thjesht e ftuar në derit, e cila ka marrë pjesë edhe me një ngjarje atje, edhe natyrisht që tërheqi vëmendjen e mediave me thjesht me madhështinë e saj që ajo e ka gjithherë. Ishte një edicion, edhe pse unë nuk pata mundësi 30 ditë, se Cannes është jashtëzakonisht e kushtueshme, domethënë është besa njerëz pak e dinë, po për të fut vetëm për shembull në këto, vetëm në after partin e festivalit, domethënë bileta për ty ishte 12.000 euro. Pastaj në këto ngjarje tjera kushton se më thon 8.000, 5.000, 7.000, që për neve, për me hy dikun, janë shumë. Mirë po për njerëz të industrisë filmit, cilët thjesht nuk i kanë këto probleme të financimit, atëherë ata i përcjellin edhe i ndjekin. Mirë po ne kemi qenë gjithmonë prezant në vendet ku na lejoj për ty me akreditim për media, por edhe duke shfrytzuar ato miqsinë tonë, miqtan që i kemi atje thjesht për të qenë prezant tonë ngjarjet e rëndësishme. E rëndësishme është që jemi edhe na njohen, po si e presin ndoshta si vend të vogël, si shtet të vogël Kosova në këto ngjarje prestigjioze, si pritet? Kosova e ka njëjtë
thjesht trajtimin sikur gjitha shtetet e tjera, edhe krahas pjesës festivalit ku shfaqen filmat, është edhe një pjesë tjetër që quhet tregi i filmit apo marché du film në frëngjisht, ku janë gjitha shtetet e kanë nga një pavion, nga një stand, edhe qoftë shtetet me industri të madhe ose shtetet e vogla si ne, që i promovojnë industrinë vet, projektet e fundit filmike. Ka qenë tash disa vite, është bërë tradit, Kosova dhe Shqipëria ta kenë një stand të përbashkët atje, dhe ishte mu para standës pavionit të Amerikës, që aty vini non-stop aktor njohur amerikanë, dhe kam projekte më të mëdha, ne kemi prodhim pak më të vogël gjatë vitit të filmave, mirë po megjithatë është tretmani i barabart, edhe pse nuk është lehtë, se përmenda e lexova një ditë edhe një kishte shumë Facebook një kinoast nga Shqipëria, thjesht producente në kanë është si të hudhësh në një det me peshkaqen. Është e vërtet deri diku nga se po, nuk mundemi të jemi të njëjti nivel me vendet e mëdha që kanë industri thjesht milionshë, multimilionshë, mirë po megjithatë puna, edhe unë mendoj që Kosova ka ecën shumë mirë, edhe kemi pas për shembull Samir Karahodën për të tretën herë me një film të shkurtër atje, megjithatë nuk kemi arrit jemi në garën kryesore për Palmën e Artë, por kemi arrit që s'pakut jemi në programet ose aktivitetet që ndodhin gjatë festivalit, që është gjë e mirë, që nuk duhet të presim mrekullime një herë, por jemi në rrugë të mbarë, atëherë besojmë me përkrahjen e shtetit, qeverisë Kosovës, kinastët tanë duhej të vazhdojnë këtë rrugë. Ne, si që dim, jeni gazetare e kulturës që mote, edhe si është ndoshta kjo ndjenja që ke qenë ndoshta një ndër të para që e ke prezantu ndërkombëtarisht. Si mendoni edhe si është kinematografia në Kosovë? Sa mendoni që ka evolu prej kohës kur keni nis edhe tash ku jemi? Po, përmenda që kam fillu shumë e re në shkollë mesme, edhe në departamentin e trive në Radio Televizionin e Kosovës. Tash jam redaktore udhëheqëse e departamentit filmit edhe serialeve. Jam edhe producente e Akademisë Europiane të filmit, që është njëjtë si Akademia Amerikane, por që është për Europë, dhe jam gjithashtu ligjëruese në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Arteve, që një prej landëve kam edhe landën e festivaleve të filmit, e që po mundohem tash këtë eksperiencë mja përqu edhe mja të regu prej dorës parë, prej përvojës studentëve të mi, student shumë të mirë dhe të zotë që besoj që do të kenë një perspektivë shumë të mirë në të ardhmen. Për të përgjigjur pyetjen tënde, si ka shku i gjithë procesi, unë me të thënë drejtën nga njëherë e kam një pasion të jashtëzakonshëm për punën. Nga njëherë është normale që zhgënjehem, në atë që ndoshta nuk respektohet, çmohet puna, edhe atë sakrificë që e kemi bërë ndër vite. Unë nga njëherë kam përshtypjen që Shqipëria më shumë më çmon edhe më respekton, madje ma kanë dhënë edhe shtetësinë në Shqipërisë, si falenderojm për kontributin, se kur ngrisha në festival gjithmonë, kur nuk ishte Kosova shteta, jam shqiptare. Kështu që e kam reprezentu edhe e promovu edhe kinematografinë e Shqipërisë edhe kinastët atje të cilët i kam parë, jam mundu gjithmonë t'i përkrah punët dhe projektet që ata kam bërë. Kështu që është një rrugë jo e lehtë me sfidat e veta, mirë po mendoj që kur e kthej kokën mbrapa, nga njëherë kur shoh njerëz që më dalin rrugës, mysafir që më thonë, të lumë që ka shumë vite e bën këtë punë dhe thjesht na ke motivuar, se komenti më i mirë për mu ka qenë se nuk kam dëshirë me bëj gjërat me buj. Unë kam dëshirë veprat me fol, gjithmonë, edhe kur shkoj në festival, veç kur më shohin njerëz atje, as nuk prakisht nuk i bëj të mëdhaja, po edhe gjërat që për shembull jam gjetur mesin e 25 producentave më të mirë në krejt botën për shku në Hollywood edhe me bëj një projekt me profesionistën Netflixit edhe Paramount Pictures. Domethënë e kam marrë si heshtas, nuk kam dëshirë puna me fol. Mirë po një prej komenteve më të mira që kam marrë në jetë ka qenë prej
dy kinazëve cilët kur më kam pa në Berlinale më kanë thonë faleminderit që na e kemi mësu festivalet. Përmes emisionit tona kemi pasë si shkohet, si bëhet akreditimi, si funksionon edhe na ke motivu. Madje është interesant kur jam në festival të Cannes zakonisht, por edhe në të tjerat, vim plot shqiptar, cilët nuk merren me filmin, por po që jetojnë në diasporë, e që na përcjellin përmes televizionit, e që thonë, të kam pa dje që ke raportu për lajme, edhe qash na ke shti dashurinë e madhe për filmin edhe për Cannes, i kemi ble bileta në 3 natës edhe veç kemi arë me shiju këtë atmosferë dhe me të taku. Disi është një ndjesi e mirë që një mirënjohje që po e marr prej publikut, prej adhuruesve të filmit, prej audiencës time, ma pak prej shtetit. Nga njëherë thamë se s'po e përmenda, s'kush me thonë që hej, kjo ka qenë e para që e ka shti Kosovën atje. Po, si dhe që tjetë është një diçka që e bëjmë me pasion të madhe, me dashurit madhe, thjesht filmi është jeta ime. Vjen mirë që e merë edhe këtë dashuri prej publikut. Mirjeta, unë falenderoj, ishte kënaqësia ime tepër e madhe që ke pranuar ftesën edhe kena bashkë bisedu për këtë eksperiencë tonë. Faleminderit shumë edhe ishte kënaqësi dhe shpresoj që të keni sukses në çdo hap që ju e merrni. Kënaqësia është e imja. Unë të falenderoj ty që ju ke rre kësaj rrugë tash edhe je dediku për filmin, kështu që sa më shumë që punojmë bashkarisht në këtë drejtim, rezultatet do të jenë më të mëdha, kështu që punë të mbarë në vazhdimsi. Faleminderit shumë, kënaqësi. Në hapësirat alternative të Termokez dhe Burgut të Idealit në Prishtinë, u hap edicioni i parë i Kosova Young Filmmakers Festival, një platformë novatore që jep zë brezi të ri të kinastëve nga mbar bota, i dedikuar tërësisht për autor të moshës 15 deri në 25 vjeç. Festivali u zhvillua për 3 ditë, duke prezantuar mbi 90 filma të shkurtër nga vende të ndryshme. Programi i pasur përfshin filma dokumentar, narrativ, animacion dhe stop motion, duke dëshmuar fuqinë e rrëfimeve të reja dhe energjinë kreative të një gjenerate që ka diçka për të thënë. Në një atmosferë të gjallë, kreative, hapësirat alternative të Termokez dhe Burgut të Idealit në Prishtinë u shndrua në skenë për edicionin e parë të Kosova Young Filmmakers Festival. Një platformë kjo ndërkombëtare që i kushtohet zërave të rinj, filmik nga mosha 15 deri në moshën 25 vjeç. Për 3 ditë me radhë, festivali solli mbi 90 filma të shkurtër nga vende të ndryshme të botës, duke përfshirë Kosovën, Gjermaninë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Argjentinën, Iranin dhe Filipinet. Këtë ide shumë më të kohë kemi endë në përkohë, kemi lëviz në për ide se në çfarë formate dhe në çfarë mënyre të organizohet, bashkë me Mentor Berishën që është edhe drejtor i festivalit, dhe i Mollës Kuqe, se Molla Kuqe është ajo që kupolla, do të thonë realizuesja e festivalit Kosovës për film Bërsatëri. Kemi ecë për ide të ndryshme, kemi analizuar variante të ndryshme se si të përfshihen kryesisht rinia, kemi dashur të përfshijmë rinin, të cilët kanë qenë domethënë të moshave shkollore, që ende janë të papërcaktuar në profesionin e vet. Kjo ka qenë elementi kryesor dhe kemi pas dëshirë që ndoshta t'ju ndikojmë të ta që në të ardhmen ata të zgjedhin për profesion regjin, aktrimin, animacionin, dhe që tjetë edhe një pjesë ekstrakurrikulare edhe shkollave. Por në të njëjtën kohë kishim dëshirë që të bëjmë gërshetimin mes këtyre që janë të rinj, edhe të nxënës shkolla dhe këta të tjerë që janë student të akademisë apo edhe të sapo diplomuar, të cilët realisht të ne nuk është se kanë ndonjë hapësirë apo platformë ku do t'i prezantonin dhe ku do të vlerësoheshin projektet e tyre. Kur them këtu, nuk them se nuk ekzistojnë festivalet të tjera, të cilët janë të
i kanë domethënë të specifikat e veta, po unë e kam fjalën kryesisht për regjisorët, krijuesit e rinj. Ju e dini që festivali ka kategorinë e filmit dokumentar, kategorinë e filmave të shkurt të luajtur deri në 25 minuta dhe kemi kategorinë e filmave stop motion dhe animacione. Pra, ata nga mosha 15 deri në 25 vjet këta pjesëmarrësit garojnë në përgjitha këto kategori me filmat e tyre dhe është interesant të thuhet se përzgjedhja e filmave që marrin pjesë në festivale është bë nga një konkurrencë jashtëzakonisht e madhe, e cila ku ne nga 1860 filma që kanë aplikuar, ne i kemi përzgjedh 74 filma që prezantohen gjatë festivalit. Një nga figurat kyçe që qëndron pas këtij organizimi, Avni Dalipi, foli për përgjedhjen e filmave. Ca nga kriteret e para janë mosha. Ne kemi pas moshën nga 15 deri në 25 vjet. Kjo është kriteri i parë. Kriteri i dytë ka qenë gjatësia, domethënë kohëzgjatja e filmit deri në 25 minuta dhe pastaj kriteret artistike, do më thonë që për nuanca ka ndryshuar ndonjë film nga tjetri, kjo ka qenë një gjë. Pastaj kemi pas dëshirë të jetë gjithë përfshirës edhe në raport me kinematografitë, do më thonë të vendeve të ndryshme. Kemi kinematografinë nga Perëndimi, nga lindja, të shohim gërshetimet, pra nga gjitha vendet. Kemi edhe filme që janë nga bregu i Fildisht, që janë shumë mirë, interesant, që nuk e kemi njoft, si s'pako une nuk është që kam njoft si kinematografi shumë të njohur në botë. Kemi filma domethënë normalisht edhe nga Britania, edhe nga Shtetet e Bashkuara, kemi nga Gjermania, kemi nga Irani, kemi filma edhe nga Rusia e kështu me radhë. Ne kemi jurit për secilën kategori, domethënë që janë shumë me rëndësi, për shembull është zotni Marko, i cili është një regjisor i ri, austriak, që ka fitu Oscar për 3. Dhe për neve ka qenë me rëndësi që ka fitu Oscar për 3 me qenë pjesë e vlerësimit të filmave. E kemi Anisa Ismailin, një aktore që është e jona që është e jashtëzakonshme, s'mund të themi aktore ajo në mirënjohur, por aktore e ridëshmuar. Kemi Adriana Slanin, regjisorin e shumë filmave, një film të cilën edhe unë kam pas përvoja me të, që kemi bisedu bashkë. Pastaj është Labinot Murina, një regjisor i ri, gjithashtu që punon dhe studion në Austri dhe ajo është pjesë. Alban Beqira, një regjisor dhe tash është në PhD për regji e kështu me radhë, pra janë njerëz dhe emra Diturin e Ziraj, që është një profesoresh e dramaturgjisë, skenariste e njohur e jona, janë pjesë, domethënë që janë të pavarur nga ne dhe vlerësimet të janë të pavarura. Ata vlerësojnë vetvetiu dhe kjo mendoj që e shton një vlerë festivalit. Por, Dalipi mbetet i pak kënaqur sa i përket përfaqësimit e të rinjve nga Kosova. Gjatë kohës festivalit na ka rastis gjatë bisedave edhe me kolegë edhe me studentë këtë ta diskutojmë këtë çështje. Shumë pak filma të rinjve nga Kosova dhe të studentëve apo të sapo diplomuarve kanë aplikuar. Një mendim është se shumë nuk kanë pas njohuri mbi platformën me cilën ne kemi bashkëpunuar, që është Film Freeway, në cilën është dashur të plotësohen domethënë të gjitha disa kritere. Një mendim tjetër është se nuk kanë pas shumë njohuri mbi idenë se si aplikohet, si mund bëhet përzgjedhja. Ka pas edhe mendime ndoshta, to nuk e di, që shumë pak ne i promovojmë apo i përgatisim gjatë shkollimit kuadrët e reja për format e reja në për të cilat duhet të ballafaqohen të ardhme për aplikime në për festivale. Unë inkurajoj gjithë me apliku
jo vetëm këtu, po dhe në çdo festival tjetër, dhe veprat e tyre asnjëherë nuk duhet të mbyllen vetëm në kuadër të provimeve të fakultetit. Kosova Young Filmmakers Festival është një fillim i një kapitulli të ri, një dritare që mund të frymëzojë brezin e ri të regjisorëve kosovar të ndërtojnë rrugën e tyre artistike. Ndërkohë, në skenën lokale po shfaqet një talent i ri në fushën e regjisë. Filmi Dy Zogjë Një Gur, një projekt diplomimi, është në fazën përfundimtare të postproduksionit dhe premton të sjellë një rrëfim të ndjerë përmes një personazhi kryesor të veçantë. Regjisori Arlend Islami ndau detaje rreth temës që trajton filmi, sfidat gjatë xhirimeve dhe procesit krijues që e ka shoqëruar gjatë përgatitjes për diplomim. Ai gjithashtu shpreh pritjen për premierën e filmit në festivale vendore dhe ndërkombëtare, duke e parë këtë si një hap të parë të rëndësishëm në rrugtimin e tij artistik. Pse më këshyra ashtu? Jam këtu me regjisorin Arlend Islamin, me të cilën do flasim për filmin e tij më të ri, i cili është Dy Zogjë Një Gur, i cili tashmë është edhe në fazën e postproduksionit. Përshëndetje Arlend. Kënaqësi që jam këtu edhe të realizojmë këtë intervistë bashkë. A po na tregoni pak ndoshta si ishte si fillimi i një ideje ndoshta skenari e për këtë film? Ideja gjithmonë me idenë nuk mundet me ditë saktësisht ku të vjen çat moment ose me orë, me datë caktuar, po është inspirimi është një moment që ti nuk je i gatshëm me pas inspirim, po të vjen vetë. Nuk është që mundesh me sforcu edhe kam dashur kjo si ide ka ardhur prej një skenari tjetër që jam kanë të punu. Me një temë tjetër, po të na ka ardhur si produkti përshtatjes edhe ideve të reja dhe ideve të vjetra për skenarit tjetër. Kështu kam dashur me bë një storje thriller krim. Është një prej zhanreve që më pëlqen më shumë dhe shumicën e filmave që kam bë i përkasin thriller, se kam qef si që më kam fëmijë kur i kam pa filmat. Kanë të rejkë më shumë? Normal më kanë të rejkë, se është për veti thëmë jam filmat të meqëm, se nuk të t'japin krejt informacion në fillim. Dosh deri në fond me këshyrë. Si mister. Si mister. Po çka bëhet fjalë ndoshta këtë film edhe si zhvillohet ndoshta personazhi edhe tema që trajtohet aty? Në këtë film bëhet fjalë për hetimin e Gjetës Kufomës, një biznesmeni që është i deklarum i zhdukën që 2 javë, edhe mirë në pyetje Varmisi që ka qelë grupën, po Varmisi është një të kohë dhe vrasës me pagesë, ku në këtë storje ka shumë kthesa dramaturgjike që jenë punu normalisht prej fazës skenarit edhe tash të montazhit, se kur i bjen montazh mund me pas edhe ideja shumë tjera, mundru edhe... A ndron? Po, gjithmonë ndron. Tash xhirimet vetë se kanë përfundu, si shkuan xhirimet, po ashtu edhe personazh kryesor në film është edhe Avni Hoti, si ishte bashkëpunimi dhe a ishte ndoshta ai personazhi që tamam e luajti mirë rolin e tij? Po normal, jam shumë i kënaqur me punën e Avni Hotit, është një aktor, muj me thonë legendi skenës kosovare, është një prej aktorëve që më pëlqen shumë. Edhe tamam ju ka përshtat si
fizikisht, si me përvoj, si gjitha atymve thozat karakterit që e kum lyp me u lujt prej ti. Si shkun gjirimet e filmit, ku i keni në cilat lokacione e keni gjiru ma shumë? Është proces shumë që e du, kur e bëj edhe filma, se është tamam është mishnu diçka që ti e ke shkru, ka në veç pjesë e letrës, një pjesë e letrës e barë. Edhe kur e shte që o të marë meshë, o të realizu, është tjetër njënjë. Edhe gjithmonë thu, çdo njeri ka atë forcën e vetë që imagjinatën e vetë me bërë realitet. Edhe është një prej ndjenja më të mira, gjithmonë. E ke marrë ti përsipër edhe këtë punën në montazhës edhe vetë? Pse ka qenë kjo zgjedhje? Ndoshta më e pa dhe tema mirë, ndoshta ku ka qenë ajo mangësia, çka lypët, çka me bu ma perfekte? Prej fillimit, filmat me gjithmonë jam rrit me montazh, gjithmonë edhe para 2-3 dite, paramenova në vitin e parë, kur jam pranu në regjit filmin e parë, më pas shku një muj për 5 minuta. Po jam mësu vetë, njëri gjithmonë mëson prej gabime. Ta është me këtë materialin e filmit fundit, normalisht shumë a shpejt. Edhe si që dijet edhe filmi është mediumi montazhjerëve, editorëve që e bëjnë filmin. Se shembull mundet me ndru ritëm, mundet me ndru gjithë shka në montazh. Është ajo që ja jep atë, që me thonë atë në mesin e fundit të filmit, që se është normalisht është lojë e shikimit, se do të me pas disa sekonda që mundesh me marti qatë fotografi, qatë veprim, e do të me përshtat me synin tënë, në shembull. A është e pranueshme, a u pa, a u merr që kjo informacion edhe me ndru kodër tjetër, ose diçka tjetër që është një prej punëve shumë vështira, se është, që është ashtë edhe më herët, për me pas dhe mendjen e njerit, do të me studiu shumë sa sekonda mundet mu loni pamje, një detaj po. Ky projekt, ky film, është duke bërë edhe për si student që je ndoshta për vitin e fundit. Si është kjo jeta studentore ndoshta e regjisë, sa është përkushtimi i madh dhe çka të mëson ndoshta fakulteti i regjisë? Fakulteti i regjisë të mëson që nëse e bën këtë punë me pasion, kemi bë këtë punë derisa të vdes ti, se është diçka ose e don me gjithë shpirt ose nuk e don. Se gjithmonë në fillimet e tua kemi bë me 100 probleme, po regjia e filmit ose regjia e teatrit të mëson aftësinë që te me te kalu problemet, për me më rrit diçka që te ke imagjinu. Shembull, të mëson edhe për jetë kështu. Normalisht i ka edhe momentet e mira, edhe momentet e vështira, po tamam si është jeta, edhe se në artistat krijojmë për njerëz, kështu që edhe na do të me jetu jetën tamam komplet me krejta emocionet, që me mujt me shfaqe edhe në film, ose në muzikë, ose cilën do pjesë të artit. Po kur para shije që më ndoshta i gatshëm edhe për më paraqit edhe para profesorëve, edhe a mendoni me pas ndoshta edhe një premierë në për festivale? Po mendoj nga fillimi i qershorit ose mesi i qershorit, ku edhe bëhet diplomimi, normalisht është një premierë e mbyllur për profesora. Pastaj mas e kryet ceremonia e diplomimit, kam e konkuru edhe në festivalet vendore dhe ndërkombëtare. Është ja lojmë dorë fatit tash edhe publikës, se puna u kry. Tash nuk është më film jam, është filmi publikës. Cila ka me qenë ndoshta ajo moja e suksesit për ty që dëshiron me arrit? Cila është ai coku që coku që kam dëshirë me arrit është me bërë një film që i reziston kohës. Më shembull edhe mas 50 vjetë më këshyra i film,
është i njëjti emocion për secili njeri. Është një prej pikë synimeve të mia që mund me kanë qef me rrinë karrierë, si për shembull siç kanë ndiku filmat të unë që janë bërë para 40 vjete, apo sa për të kërë i këshyrë tash në këtë kohë, apet i njëjti emocion të merr me veti është tregimet që i tregojnë prej fillimit njerëzimit deri tash, na mojnë tregimet që i tregojmë njëri tjetrit. Është si një lloj edhe argëtimi, po dhe lidhesh me shoqëni, me njerëz, me familjen tonë, bazë tregimeve që i tregon ti. Unë shpresoj që kemi arrit këto dhe patjetër tu punu dhe patjetër që kemi realizuar edhe një film që do i rezistoj kohës. Unë falenderoj dhe shpresoj që kemi pas sukses edhe me këtë film, edhe shpresoj që të jemi prapë bashkë për intervistë edhe në suksese tjera tuat. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për juve. Përshëndes gjithmonë televizionin e ju, se kom pas edhe intervista tjera për filmat tjerë që i kam bë. I falenderoj që i përkra artistat e ri, se neve në vim pak për përkraje, njohje, se është fillimi i karrierës tonë, edhe është gjithmonë i plus prej neve. Kënaqësia jona, faleminderit. Nga 13 deri më 24 maj 2025, qyteti Cannes në jug të Francës u kthye në epicendrën e modës, kinemas dhe yjeve botërore. Si çdo vit, përveç premierave kinematografike, vëmendja më e madhe u përqendrua në tapetin e Kuq, aty ku moda dhe personaliteti bashkohen në mënyrë të magjishme. Nga yjet e Hollywoodit tek ikonat e stilit dhe artistët e njohur ndërkombëtar, parada e veshjeve dhe pamjeve mbreslënse nuk zhgënjeu as këtë herë. Nga data 13 deri me 24 maj, qyteti piktoresk i Cannes në jug të Francës mirëpriti audicionin e 78 të festivalit të filmit, një nga ngjarjet më prestigjioze të kinematografisë botërore. Ky edicion solli një ndërthurje të shkëlqyer mes elegancës klasike dhe të risive të kucemshme, duke kthyer tapetin e Kuq një nga pasarelat të modës dhe artit bashkohor, duke dëshmuar edhe një herë se nuk është vetëm një skenë për filmat më të fundit, por edhe një pasqyrë e shkëlqimit, stilit dhe ndikimit kulturor global. E yjet që spikatën me paraqitjet e tyre, duke marrë vëmendje mediatike, ishin emra që nuk zhgënjejnë asnjëherë, duke filluar nga Natalie Portman, aktore dhe producente e minjor amerikane, që shkëlqeu me një fustan të ndritshëm nga Dior, që reflektonte një pamje të rafinuar dhe të përkryer deri në detaj. Nuk ishte se si të mungonte aktoria e famshme 49 vjeçja Angelina Jolie, e cila tërhoqi vëmendje me një fustan delikat nga Brunello Cucinelli. Ngjyra e saj shkaktoi debat me stilistëve, por finesa dhe hieshia ishin të padiskutueshme. Anya Taylor-Joy, aktoria britanike argentinase, mahniti gjithashtu të pranishmet me një fustan klasik nga Dior, ndërsa stili i saj me flok të mbledhura dhe buzukuq të kuq evokante sharmin e Hollywoodit të viteve të 50-ta. Kur ajo shkel në tapetin e Kuq, paparazzit vrapojnë pasaj. E kam fjalën për Bella Hadid, e cila u shfaq me një fustan të tejdukshëm nga Saint Laurent, duke përfaqësuar stilin e saj të guximshëm, modern dhe gjithnjë në avantgard.
E Jennifer Lawrence, fituesja e çmimit Oscar, mori pjesë në premierën e filmit të saj Die My Love, ku kishte përgjedhur një fustan të personalizuar nga Dior, frymëzuar nga një dizajn vintage i vitit 1949. Një incident i vogël me fundin e fustanit të shkelur aksidentalisht nga partneri i saj u përball me qëtësi dhe elegancë nga aktoria. Legjenda e kinemas, Tom Cruise, edhe kësaj radhe ruajti stilin e tij klasik me një kostum të thjeshtë, por shumë elegant, një prani që gjithmonë tërheq vëmendje dhe respektin e publikut. Kalojmë tek aktoria franceze Eva Green. Ishte edhe antare juris këtë vit, e që impresionoi me një fustan modern dhe enigmatik nga Iris Van Herpen. Diva e muzikës pop dhe stilit, Rihanna, sa kaq mahniti të pranishmet me një fustan turqez nga Alaya, që theksonte bukurinë e saj të natyrshme dhe barkun e rrumbullakosur në pritje të fëmijës së tretë. Veshja ishte frymëzuar nga roli i saj Smurfette në filmin e ardhshëm The Smurfs, ku përkra pati edhe partnerin e saj, artistin e njohur A$AP Rocky, që u shfaq me një kustom elegant nga Saint Laurent, të kompletuar me syze klasike Ray-Ban dhe një kravat me shirita, një paraqitje që simbolizonte harmoni në stil dhe në ndjenja. Çifti Rihanna dhe A$AP Rocky kështu përfaqësuan një nga momentet më të përfolura të festivalit, një kombinim i dashurisë, artit dhe modës në formën më personale dhe të ndjerë. Në një botë ku moda shpesh ndjek rryma të paracaktuara, Ardit Krasniqi nga Prizreni vjen me një stil krejtësisht të veçantë, që e dallon në çdo krijem të tij. Me një vizion artistik që ka përcen kufit klasik të dizajnit, Arditi ka ndërtuar emrin e tij si një ndër talentet më premtues në industrinë e modës shqiptare. Por rruga drejt suksesit nuk ka qenë e lehtë, zgjedhja e një profesioni të cilësuar shpesh si jo tradicional, për meshkuj colli më vete paragjykime dhe sfida të shumta. Në rubrikën Influencë kam kënaqësinë që këtu afër vetes kam dizajnerin Ardit Krasniqi, me të cilën do të ndajmë përvojat e tij si dizajner. Përshëndetje Ardit, faleminderit që ke gjetë kohë me qenë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po nisim me pyetjen se si nisi pasioni dhe dëshira për fushën e dizajnit. Unë si fillim jam konë veç nga vizatimi, po pastaj në shoqënia, rrethi, pak a shumë e shesha në për klasa tjera çapo ndodh. Edhe kisha një farë interesi që me pa pak edhe fushën e dizajnit modës, ishte pak si përvojë atraktive edhe vendosa që me hynë atë fushë. A ka pas dikush në familje ndoshta që u merr edhe sa do të pak ndoshta e keni pas pak atë idenë se çysh mundet me qenë ky profesion? Po gjyshja nga ona e mamit ka qenë dhe është duke punu, po ma shumë me veshje tradicionale, ama pak a shumë figurën e makinave e këtëve e kom pa bas sajna, po qështu. Sa ka qenë e vështirë ndoshta si fillim sfidat e para, ndoshta si vizatimi, cilat janë ato sfidat e para, sa ka qenë e vështirë për juve? Në fillim u konë, më vjen marrë tash me i pa dizajnet e para, se unë isha ma shumë nga portretin, nga vizatime portretit ose vizatimet natyrës, po normal me provoj ose me punë shumët, ato arrin të një perfekcionin edhe del diçka e bukur. Ju fillimisht e keni pas pasion vizatimin, apo më tregon pak për atë pjesë? U konë çlirim, më shkurt puna, lodhja, stresi ose diçka, momenti kur hysha në atë fushë vizatimit, unë u konë si terapi për mu,
Dhe e kam pak nga ona familjare, një familjarë e ko marrë nga ajo fushën e vizatimit. Po, Këto si lojita ka qenë e vështirë, ndoshta mi mësu edhe qysh me bo strukturën e tyre, veshjat që mi kriju një herë në skica, po besoj pastaj edhe në veshja. Në fillim u konë pak vështirë, nuk una me thonë që s'u konë, shkaku që jam pak tip edhe impulsiv, edhe kur isha që diçka nuk po m'del që ashtu që shumë po du, e shkysha dhe u gjujke. Po, mas nena, normal me punë, e kam pak punën pak me inati, edhe të punu, dykura arrisha me një pikë cilën nashta nuk u konë 100% që jam, se s'është kur gjë perfekte, amo dhe dikuja arrisha pikën sa ta që unë e dojsha, edhe normal tani puna tjetër është që dhe sa pa arrin ti mi kriju që ato. Po sa është e vështirë ndoshta edhe me gjetë stilin që ju i përkesni? Unë stil caktum nuk kam, normal tash po e njekum trendet, shkako që moda rikthejet, nuk është në esen që hup, amo munona mu përshtat në gjitha stilet. Nuk e kam në stil të veçantë që muna me thonë që po jam veç për qitë pjesë. Kur gjë puna të prodhimi, normal që është pjesa e materialeve të randa ose qa po dion, amo sa i përket stilit në varet pe klienturës ose diçka cilën ata kërkojnë ose që shoh që është in për momentin ose. A ke vendosur veç me vajza me u marrë këtë pjesën e dizajnit apo mendon edhe me djem me kostume ç'a do të? Po, unë mira veç me gjinin femrore. Është pak ma thjesht më marrë me gjinin femrore sa mashkullore, pse ka njëherë disa thonë që është e kundërta. A më në fakt për foli pe provojës që ka e shkurt që ta shakam, nëryshe ose është kuptimin, dhe me thonë, nëryshe të kuptojnë, momenti kur t'i vjetë dikush në lokal tonin edhe të thëtë, është mashkull, qka do kof në pantol ose diçka, ja nisin paka shumë me të cenu ose me të përqesh. Mënyra e komunikimit. Po, tash, është që kjo, profesioni është profesion, pjesa profesionale ndahet me pjesën private, që ato që kam qef me majtë për veti, jo me shpërnda me klient, po me vajza kaloj shumë. Pa mendon që vajzat janë ma detajiste dhe kërkojnë ndoshta është mënyrën perfekte me realizu një veshje? Në atë aspekt përshtatmi, shkako që edhe unë jam pak si shumë detajist, edhe munona që ato që i thom, që ato që di me i bo, i bëj dhe në pikë të fundit, dhe në maksimum temin, që ka zdi, është pjesë tjetër. Tani i tham, dhe që tu e di, se perfekt nuk jemi, po mundona me bo punën mës me hudh poshtë mundin. Po, sa po mendon që stili tash është i thjesht, apo lypin ka thjeshtësia më shumë, a ndoshta te materialet e randa, çka po kërkohet më shumë nga klientela? Një gjë që në fakt nuk po më pëlqen më shumë thjeshtësia. Dhe kanë fillu që mosha dytë nështë 30-35 dhe në 40, e lypin sa ma thjesht që është e mundshme, kurse vazhet e reja si maturant të diçka kanë qef më konë bling-bling, shumë të ekspozume ose qka po dion. Fsone me gur ekstravagante. Nështë është pjesa që kanë qef me rau pak në sy, apo nuk pe di, po më doko që kanë ndru, pjesa e nanës me dvajzët kanë ndru rolet, amo unë për veti jam ma shumë ka thjeshtësia, dhe ide cilat i jap kam qef me dhonë në detaja cilat kombinohen edhe shkojnë njëna me tjetër në jo diçka e tepërt. E kemi këtu një veshje të ekspozumet juajen që më tha që e keni punu për emision, gjatë kohës kur kemi diskutu për me qenë. Për 2 ditë e keni kriju këtë veshje. A nuk është e vështirë me kriju në qofë prej ides të fillu, apo e keni pas të gatshme? Jo, prej ides ka fillu kjo, paka shumë se disa është pjesa që më kam betë, s'kom ditë qka me bo me ta. Desha me prit një moment, po që erdhë momenti me bo për emision. Dhe nuk u konë, për mendimin tem nuk u konë e vështirë se ishke pak edhe puna që okej, du të më dalë diçka e mirë. Ma shumë ishke puna se te ideja ose diçka, se zakonisht unë kur i bëj idejat, paka shumë përcaktona për material ose qka po du me bo, adel, si loj pika, po tani gjatë kohës ato ndryshojnë ka pak. Edhe ishke njëherë thësha do me bo full, me bo shumë të mushne, shkaku që
okej, jemi në qatë pikë cilën po kanë qef çdo gjë më konë e tepërt, për mendimin tem, po masanena e shesha që do ke më gjetë një farë hierarkie. Po mu po mje gjudi ka që bukur edhe për 2 ditë e keni realizu? A ka që mjafton ty për me realizu ka që krimet bukra? Një gjatë që bëj hajgare me klient ullë është unë zakonisht punoj pak shpejt. Nuk kam qef me marrë shumë avash ka dole, se po me menoj që në qatë shpejtësi del diçka e bukur. Tash është ajo jamja çashtu mendoj unë. Po çashtu të vini idetë edhe ndoshta inspirimet. Ma herët tash kur kom dëgju unë që po bëhet 2 muaj me prit për me bën një fustan, unë tham ato e kem për me dal për situate. Se zakonisht një fustan një veshje se diçka mundet me zgat maksimumi 3 deri në 4 ditë, për mua fjala. Pe idesh zakonisht tash klientula çfarë po kërkon ose diçka më ndryshu, pe idesh në letër tani është pjesa patronit që ajo që është më e rëndësishme. Dhe deri te realizimi, realizimi është sa një më i thjeshtë. Po cilat janë ndoshta pikat kyçe që te don çdo veshje me i pas? Pika kyçe unë mendoj që pjesa e posturës, pjesa nalt, është diçka që në bën një veshje shumë ma tërheqëse, nuk pëndoj gjinit, edhe një medalë ka jo pjesë, po është pjesa ma tërheqëse dhe pjesa që zbukuron çdo femën. Edhe mendoj të që ajo pjesë më konë gjithçka në rregull, do me thonë edhe normal është pjesa që ti mu një rehat me çato qa vesh, po jo diçka me të pengu ose jo po më del qëtu një pjesë, apo qa po dion, që ajo pjesa kyçe, njëherë më një rehat klientja, masanena të pjesa dekore ose diçka normal me bashkëpunim klientës, edhe mundona me pru rezultatin cilin ajo ka kërku. Ndonjëherë klientët dinë edhe mos me të kuptu me një farë lloj aspekti, se unë edhe pse jam i ri, e kam një farë përvoje, çast vogël, saqë disa gabime cilët ato i kërkojnë ose ato nuk e menojnë që del në trup tyve, unë mundona mi ju tregu, mi ju thonë që çështo është pak kisha thonë që del ma bukur, disa më kuptojnë, disa jo, ama ajo tani në fund më mdalë qaj rezultat që ajo më konë e knoqën. Ideja të mija mesin veç në gjep tem, se ka para gjykimet shumë ta. Thjesht këtheja me një busqeshje dhe besoj që aj ka me kuptu, ose mas disa vite ka me ardhe me ta prejk shpotllën. A keni pas kësi lloj para gjykime ju? Normal, është... A kanë diku apo ju kanë forcu më shumë? Jo, në atë pjesë nuk mirë në heq që une e kam një farë lloj terapie me veten. Dhe mirë në ma shumë me punën tem, që ajo më qetëson, ndërsa dikush që më folë mirë, ja kthej me të mirë, po dikush që këqyr me më cënu ose diçka, dhe që tham një faleminderit, është të folë për muaj. Është e rëndësishme me gjetë vetën, pastaj tjerat nuk ka një profesion është që është i dallum për meshkuj se femra, sidomos dizajni që tash për shumë që ka shumë dizajner, ju vetëm në Kosovë po edhe jashtë botës. Është e rëndësishme me gjetë atë që ty të flenë zemër, besoj. Unë të uroj shumë suksese dhe shpresoj që kemi pas suksese të vazhdueshme gjithmonë. Të falenderoj shumë për ardhjen këtu në rubrikën time, ishte kënaqësi për mua. Faleminderit për juve, faleminderit për ftesën e shihemi prapë përsëri. E në një kohë kur estetika është bërë pjesë e përditshme e jetës moderne dhe standardet e bukurisë shpesh i nënshtrohen filtrave dhe trendeve kalimtare, është e nevojshme të dimë për kufirin mes përmirësimit dhe egzagerimit, sidomos mbi përdorimin e botoksit, fillerave dhe metodave të tjera. Të gjitha këto do t'i kuptojmë përmes një interviste që kemi zhvilluar me Dr. Reqa Qion. E ndjekim bashkë. Në
një intervistë me doktor Rica Qion do të flasim për kufirin mes përmirësimit estetik dhe trajtimeve të botoksit dhe fillerit. Përshëndetje doktor. Përshëndetje. Faleminderit që keni gjetë kohë për neve sot. Faleminderit dhe mirë se keni ardhur te unë. Fillimisht po nisim me pyetjen se si nisi ndoshta ky pasioni dhe dëshira për të hyrë në mjekësinë estetike. Rrugtimi im në mjekësi ka filluar para 10 viteve, edhe gjatë kohës unë e kam pa që të qenurit në mirëqenie të mirë. Një njeri të ketë një mirëqenie të mirë, padyshim që edhe estetika ka një rezultat edhe ka një impakt tek mirëqenia e njeriut. Estetika tashmë ka filluar të perceptohet si një trend dhe jo si nevojë, që realisht është nevojë të ata njerëz të cilët duhet ta përmirësojnë veten dhe asesi ta ndryshojnë atë. Të qenurit në kufit ideal, sot është një sfidë sepse pacientave së pari duhet të i informojmë dhe t'ju tregojmë se sot më shumë nuk do të bëj diçka më të madhe. Duhet të qëndrojmë në vijat e naturalitetit, të cilat ne i kemi, mirë po vetëm ti përmirësojmë ato, jo ti ndryshojmë. Dhe si sfidë është e madhe sepse pacientët para ndërhyrjeve realisht sot duhet të informohen për çdo gjë që ata e bojnë, edhe të binden se sasia e cila duhet të injektohet e fytyra e tyre duhet gjithmonë të jetë në proporcion me pamjen e tyre. Flasim pak edhe për këto egzagjerime që po bëhen ditëve të fundit. Edhe pak e përmendet mirë, po çfarë mendimi keni ju që janë edhe jo mjekësore? Egzagjerimet së pari vijnë nga ata të cilët i preferojnë këto ndryshime. Nga pacientët së pari, edhe së dyti nga ata njerëz jo profesional të cilët i trajtojnë, sepse sot estetika kushton. Nëse mundemi me përkthy, çdo që më shumë vjen edhe të ardhura ekonomike më të mira për atë që e shkryen këtë shërbim. Kjo tendencë sot është në rritje, por në anën tjetër ka dy fajtorë. Ata pacientë cilët nuk janë të informuar dhe kanë tendencën me qenë prej e rrjeteve sociale dhe vinë me një imazh të caktuar për të qenë si dikush. Po çfarë mendimi ke, se s'po mundem pa të bëj këtë pyetje, për ato që përdorin edhe fillera, po pastaj kur të postojnë foto përdorin edhe filtera? Ajo është ikja realitetit, të cilën sot pothuajse të gjithë zgjedhin ta bëjnë, po krijohet një kontrast shumë i madh, i cili nuk po na shpi askund vetë në zhgënjime në takimet para. Atëherë unë të falenderoj shumë, doktor, ishte kënaqësi për të gjitha këto informacione që ndave me ne. Falenderoj shumë. Faleminderit shumë që keni ardhur, kënaqësia është e imja, edhe bëj apel të gjithë që ta duan veten, mirë po të investojnë veç atë sot ta ka nevojë, sepse gjithë jemi unik, edhe filleri nuk na bën neve diçka më të madhe. Diçka më të madh në pamje estetike. Shikues dashur, kaq sa i përket Diela Vlen sot, shpresoj që jeni ndarë të kënaqur, muzika, atmosfera nuk ka munguar, ashtu siç janë të rinjët tanë dhe mbrëmjet e maturës, qoftë paçi në fakt një jetë të ëmbël dhe të bukur ashtu si mbrëmja e maturës. Faleminderit për vëmendjen, ne do të shihemi përsëri të dielën e ardhshme. Ju vazhdoni të na shkruani në Diela Vlen Viza TV në Instagram edhe gjithashtu në Facebook. Deri të dielën e ardhshme, miru takofshim.